Na do të ndërtojnë kapacitet tona, çfarë kemi krijuar si sektor sigurinë pra në veri, forca e sigurisë po merr formën e një force të armatosur edhe të pajisur e të armatosur shumë serioz. Po mendoj që siguria bëhet edhe për të bërë politikë, sidomos establishmenti aktual në krye me Vučićin atje, krijimi i botës serbe, edhe normal programi miti i tyre në vazhdimsi që përdorin për Kosovën. Edhe gjithandej tendencat e tij çdo herë për destabilizim të Ballkanit. Ai edhe me kushtetutën e Serbisë është e përcaktuar me si Kosova si pjesë territoriale, mandej kur po edhe çështja tjetër është që çdo herë kur ka të bëjë me armatosin e Kosovës, keni pa me një herë reagimet, po bëhet destabilizim. Po Kosova asnjëherë s'ka pretendime ndaj shteteve tjera. Pretendime ka Serbia në këtë rast, jo vetëm ndaj Kosovës, por edhe vendet e Ballkanit. Mendoj që kjo retorike këtij autokrati në krye të Serbisë, i cili veç po vazhdon çdo herë Kosovën e përdor sikur një mundësi i shtytur nga problemet e brendshme, pra protestat vazhdueshme gjithë qytetare në Serbi, atëherë krijimi i kësaj botës imagjinare serbe me Dodika, me Aleksandar Vulina, ku ta di tjetër edhe me elementet pro-ruse, pro-serbe në Maltëzie, jo larg edhe në Maqedoni, mendoj që në këtë formë ai bëhet sikur një kujdestar i destabilizimit të rajonit, po veçanërisht i Kosovës. Për këtë arsye duhet marrë këto me seriozitet, nga se ai po luan rolin e një Putinit vogël në Ballkan, çdo herë me sistemin e luftës hibride, duke krijuar mundësi për destabilizim. Tash kjo e fundit edhe aspekti propagandues kur u palajmëroi kjo pajisja me armatim antiblind, pra që ishte Panzer Faust Treshi nga Gjermanët, kjo i thmeroj krejt, po tash përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra me Javelin, Turqisë, si partner strategjik, edhe tash edhe Gjermania, mendoj që krejt kjo e bën Serbinë më agresive në këtë moment, që kur s'mundemi përdor ato metoda tjera, them luftës hibride, se lufta hibride është propaganda, atëherë mundohet me propagandë duke munduar që ta njoftoj botën se Kosova është kërcënim për Serbinë, që ka fare së është realitet apo për rajonin, por përkundrazi Serbia në krye me një pra autoritet fare është Vučići, është kërcënim jo vetëm për Kosovën, por edhe për Ballkanin. Mendoj se na nuk duhet shumë mu ndalu në këtë, na duhet të ndërtojnë kapacitet tona, çfarë kemi krijuar si sektor sigurinë pra në veri, duhet të pajisemi, të kalojmë fazat e tranzicionit që përfundon vitin 2028, që po shkon një kaje shumë të mirë, pra faza e tretë të zhvillimit të forcës sigurisë, pra zhvillimit dhe vjeçari tranzicionit që përfundon në vitin 2028, kjo tregon që forca e sigurisë po merr formën e një force të armatosur edhe të pajisur e të armatosur shumë serioz, edhe kjo e bën mandej edhe aleanca që lidhen për marrëveshjet për mbrojtje edhe me Shqipërinë, po njëkohësisht edhe me Kroacinë edhe vende tjera, vetëm sa e bëjmë atë qëndrueshme, nga se po them prap në Kosova, po disa vende, shumica vende ballkanike përveç Serbisë nuk kanë pretendime territoriale, kështu që ai po mundohet çdo në rolin e një po mundohet me krijuar, tash megjithëse Kroacia ka çdo herë si barazpesh, nga se ajo në aspektin ka avancuar shumë në aspektin e teknologjisë luftarake, por edhe pajisjeve të fundit që është furnizuar, po paraqet një barazpesh në rajon, kuptimin e asaj, por Serbia çdo herë edhe Vučići mundohet tash fundit kjo sistemi luftës hibride me propagandë, duke akuzuar kinse leadershipin e Kosovës, por përgjithsisht edhe vendet e rajonit që po paraqesin kërcënim për stabilitetin në rajon.